وإنك لعلى خلق عظيم. Të nderuar shikues, assalamu alaikum. Takohemi sërish në këtë emision të drejt për drejt Nektari i Vulosur. Të flasësh për familjen sigurisht ka rëndësi të madhe, veçanërisht kur bëhet fjalë për familjen sipas koncepteve kuranore, porosive dhe haditheve të Muhamedit alayhis salam, si dhe vetë praktikës së të dërguarit alayhis salam brenda familjes së tij. Andaj edhe sonte bashkë me Hoxhën Enis Rama do të vazhdojmë të flasim për familjen, por do të flasim për edukimin në familjen e Muhamedit alayhis salam. Hoxh, selamu aleikum dhe mirë se erdhët. Aleikum salam, mirë se gjej. Atëherë Hoxh, nëse do të mund të përmendim disa parime me të cilat Muhamedi alayhis salam edukonte familjen e tij. Cili do të ishte parimi i parë me të cilin mund të hapim emisionin e sonte? Bismillahirrahmanirrahim. Fillimisht Allahun e falenderojmë dhe sikur që përmenda, të flasësh për familjen, do të flasësh për themelin e shoqërisë. Do të flasësh për aty ku duhet filluar çdo gjë e mirë. Rregullimi i çdo gjëje fillon nga rregullimi i familjes. Nga se sikur që e kemi përmendur pikërisht në këto familje brimoset individi shëndosh i cili nesër bëhet antar i shoqërisë. Dhe varësisht nga fryma dhe brumi që ka marrë në familje, ai edhe ofron shoqërisë së tij. Andaj është shumë e rëndësishme veçanërisht në kohrat kur po flasim, kur familja si institucion rrezikohet nga shturjet e ndryshme, nga humbja e orientimit të duhur, nga rënimi i vlerave të shumta kështu me radhë, mendoj se kjo temë bëhet edhe më e shtrenjtë në tregun e temave të shumta që duhet njeriu të mirret me to. Në anën tjetër, nëse dëshirojmë tash praktikisht të prezantojmë se si dërguari sallallahu alaihi wasallam e edukonte familjen e tij, me një fjalë e përgatiste këtë familje që t'ia ofronte shoqërisë, atëherë padyshim se e para që mund të fillojmë me këtë është se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte model. Dhe kjo është ajo që mendoj sot në mas të madhe po na humb. Ekziston, nuk po them që ka humb tërësisht, por është duke humb më të madhe. Mungon modeli mirëfillt. Dhe kjo është shqetësuese. Dhe shqetësuese është atëherë kur prindi nuk arrin të bëhet model për familjen e tij. Nuk është shembull i ambicieve, nuk është shembull i moralit, nuk është shembull i vlerave, nuk është shembull i devotshmërisë, i sinqeritetit, e shumë vlerave të shumta që i duhen familjes. Kur kryefamiljari nuk ka as aftësi intelektuale, nuk ka dije, por as nuk ka dhe praktik të theksuar që të shndron një model që anëtarët e familjes e ndjekin dhe e synojnë. Dhe kur mungon modeli familjar, që nga ana e babës edhe nga ana e nënës, pastaj fëmijët orientohen, ata duhet dikën ta kenë model. Dhe modeli i parë që u del në rrugë, ai bëhet fatkeqësisht jo vetëm model, po tash po e quhen edhe idol. Do thotë e tejkalon dimensionin e të pasuarit në adhurim, që i bie se çdo gjë që vjen nga ai është e pakontestueshme. Dhe kjo është adhurimi. Ti është aplikohet. Më një herë, çdo gjë çfarë bën ai, sado që e çoroditur, të jetë e shëmtuar, të jetë jashtë kufive njerëzor, është e mirë. Dhe s'ka kriter çfarë merr prej atij personi. Absolutisht. Qase thash, nuk është më model, është tash edhe idol. Dhe idoli tashmë është një fazë më e avancuar e pasimit, ku tashmë nuk kemi të bëjmë vetëm me pasim dhe me ndjekje, por tash ndrohet në adhurim dhe kjo është shumë shqetësuese. Andaj prindi duhet bëhet model. Kurja familjare është model, burri është model, gruaja janë model, se si duhet të duket nesër një fëmijë, si duhet të duket nesër një individ në shoqëri, si funksionon praktikisht. Andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte model i familjes së tij. Prandaj ata e përcjellin në çdo gjë. Dhe shikoni nga se keni çfarë të merrnin prej tij sallallahu alaihi wasallam. Për shembull, nga ato që shohim tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është
se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i mësonte se kjo është ndaluar, për shembull, e caktuar, kjo nuk bën. Dhe pas një kohe, për shembull, vinte në kontakt me këtë. Nuk e shkelte. Thonte, kam thënë se kjo nuk bën, ose këtë largone. Do të tregonte praktikisht se nuk bëhet fjalë vetëm për fjalë goje, por ai ishte i pari që i shmonge asaj që e ndalonte. Madje para kësaj, atë që e lejonte dhe atë që nxitse për të, ishte i pari që zbatonte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj një natë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ngrit si i shqetësuar nga gjumi, nga se i kishte shpallur Zoti një lajm për një fatkeqësi që do t'i ndodhte njerëzve në të ardhmen. Dhe u ngrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thuhet se teshën e tij e tërhiqte zvarr, do të nuk kishte arritur as të veshej mirë, ndërsa i zgjonte familjarët e tij që të zgjohen për të fal. Por i pari ishte ai që shpejtoi që të falet, që tregonte se unë po ju nxis që të faleni, unë po ju stimuloj se rruga e vetme për të shpëtuar nga kjo fatkeqësi është namazi, kthimi tek Allahu, dhe ja unë këtë po e bëj praktikisht. Dhe kështu vëmendon çdo gjë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte me vërtet shembulltyr. Andaj ne themi se parim themelor për edukimin e familjarëve, parim themelor për familjen që ndosh është modeli i saktë, modeli i dur, apo në qoftë se gabojmë në model, çdo investim tjetër jashtë kësaj, edhe pse është i qelluar, mund të jetë i dështuar, mund të jetë i tretur, i humbur, nga se nuk është në drejtimin e duhur. Ajo fuqi dhe energji që shpenzohet në edukim, apo në qoftë se është në drejtim të gabuar, duke ndjekur modelet gabuara, atëherë padyshim se edhe mundi dhe koha dhe angazhimi me keqare po e them, por kam frikë se do të jenë projekte të dështuara. Në emisionin e kaluar keni thënë se në familjen e Muhamedit alayhis salam nuk nënçmoi askush, kishte lumturi, kishte harmoni. E arriti këtë pejgamberi alayhis salam përmes edukatës, ishte pjesë e edukatës kjo lumturi, kjo harmoni familjare, gjitha këto? Po, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk i bënte të lumtur dhe nuk nuk i mbjellte zakata vlerat e caktuara si një rastësi apo nevojë e caktuar e kohës, por ishte në kuadër të projektit të edukimit. Andaj nganjëherë për shembull njeriu ndoshta e bën dikë të lumtur, jo pse duhet ta bën, po pse atij duhet kjo. E disponon dikën, jo pse duhet me disponu, por atij do të thotë i duhet disponim, ose ai është i disponueshëm, nga se po që se nuk është kështu, atë nuk ka çësje askush në disponimin e tij apo. Tasa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i edukonte familjarët e tij, duke u treguar se guximi apo pastaj gjithashtu edhe lumturia, edhe pastaj edhe bujaria, gjitha këtu janë pjesë përbërëse të qenjes tonë. Nuk varen nga rrethanat, nuk varen nga situata. Ne nuk dim të jemi ndryshe pos kështu. Në shikoj për shembull një fëmijë të vogël që u rrit në shtëpinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ai ishte Abdullah ibn Zubairi. Abdullah ibn Zubairi do të thotë e kishte tezë Aisha radhiyallahu anha, ka se ishte i biri i Esmas, bijës e Abu Bekrit, gruaja e Zubair ibn Awamit. Dhe ai u rrit në atë shtëpi tek tezja e tij, sikurse nëna e tij ishte tezja, dhe kështu është tezja sikurse nëna. Apo dhe një ditë Omer radhiyallahu anhu kalonte, Omeri dijej, ishte person më dhe karizmatik, ishte person që njerëzit nuk kishin bas lehtë ta shikonin fytyrën e Omerit radhiyallahu anhu, ishte me personalitet dhe ishte përhapur të se është por nuk ka qenë kështu realisht ai shumë, as nuk ka qenë në mënyrë të padrejtë. Kur ishte bjerë për drejtësinë, Omeri po, ishte këmbgol se zbato drejtësia. Sidoqoftë, kaloi për një tur me fëmijë. Dhe fëmijët disi e ndërprin lojën që të kalon Omeri. Ndërsa Abdullah ibn Zubair nuk iku, as nuk u largua, dhe kjo nxiti kurrëshën tek Omeri, jo që ai i friksonte fëmijët, por i tha e ti pse nuk po ik? Tha nga se nuk të kam bë asgjë. S'kom bë asgjë që tiku. Shikoj si në këtë pasërti i guximshëm. Nuk ishte kjo situatë rast aktrimi i caktuar, por në çdo situatë i mësonte me qenë të guximshëm, të natyrshme. E natyrshme, çdo vlerë tjetër e natyrshme. Andaj ishte i guximshëm për shkak se s'ka bërë gjë. Andaj ndije rahat, ndije komod. Po të kishte bërë fajin, kishte arsye me ikave.
Ku e mor këtë edukat? Pikërisht tek familja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ju edukon të anëtarët e familjes duke u treguar se vlerat janë jeta jonë. E nuk janë mjeti që ne e përdorim varësisht nga situata dhe rrethonat. Muslimani, për shembull, mëkatet caktuara që njëri mund t'i bën, ato tek e fund janë dobësi e njerit, pendohet për to, janë ndaluara megjithatë, por ja bjen njerin to. Por shkelja e vlerave nuk është shumë normale. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam më të keq ka konsideruar shkeljen e një vlere apo se sa bërën një mëkati. Sepse dyat në esencë janë mëkat. Për shembull, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ndodh që besimtari të pinë alkool. Kjo është haram, është punë e madhe dhe keqe, po janë ndodh më gabu. Ka thënë ndodh madje edhe që edhe ndoshta në moral tjetë në situata caktuara ndoshta të gabon. Ndodh kjo. Por ka thënë nuk ndodh me gënjë. Qase gënjë është sifat i keq, është keqen të këqija. Por gënjë është e ndërlidhur pastaj me shumë gjëra tjera të liga të këqija. Andaj ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam besimtari la yakdhib, ky nuk rran. Po ne gjejmë se që rran, ai nuk ka thënë që nuk rran kuptim të mohimit, por kuptim të, domethënë, nuk paramendohet muslimani me rreth. Francis madhe ka ky mëkat. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtu fokusoi, në këto vlera. Folet vërtetën, kudo qofsh. Mos gënje. Apo bëhu i guximshëm, apo dhe mos ik nga diçka që nuk e ke bërë. Bëhu bujar, pavarësisht falënderimit njerëzve apo mos falënderimit. Bëhu bujar pavarësisht gjendjes sënde. Ndajaj me teatrin kët. I mësonte që këto vlera janë jeta jote. Dhe kjo është shumë e rëndësishme të kuptohet. Nga se fatkeqësisht sot na vrem nganjëherë edhe kur bëhet promovimi ndonjë vlere, shoqërohet me interes. Andaj bëu kështu nga se ka interes, nga se po të mos kishte interes, edhe kjo vlerë pastaj e hub domethënë saj. Kjo nuk është musliman shtop. Muhamedi sallallahu na ka mësuar se vlera mbetet vlerë përkundër interesit. Qase duhet me nganjëherë edhe kundër interesit personal me punu për ta mbjellë një vlerë që është e duhur, për ta mbjellë një vlerë që është e kërkuar. Duhet pritur kompenzimi për atë vlerë caktuar. Gjithsesi, por edhe ndon nganjëherë për shembull që e vërteta nuk është favortimin. Nuk është favortimin. Madje më dëmton ndoshta në imazh, më dëmton në pasuri, më dëmton, por përkundër dëmtimit duhet të vërtetën. Qase Allahu xhalla ula thot, thuani të vërtetën. Dhe gjykoni me drejtësi, wala ala anfusikum, qoftë kundër vetëve të juaja, kundër familjeve të juaja, kundër baballarëve të juaj, kundër të afërmëve të juaj. Qase i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Shikoj ku e lidh Allahu drejtësinë, thot bëuni të drejtë, nga se këto është devotshmëria. Devotshmëria është drejtësi. Andaj devotshmëria nuk është stinore, nuk është periodike, nuk është e rrethonave. Devotshmëria është petk që besimtari gjithmonë e ka veshur. Nga se Allahu xhallahu ala devotshmërinë ka quajtur petk, wa libasu taqwa. Petku i devotshmërisë, ky është më i miri që duhet ta keni gjithmonë të veshur. Andaj devotshmëria nuk mund të mbetet e veshur gjithmonë tek ne, nëse ne vlera që duhet i kemi i përshtatim me rrethonat, me kohën, me situatën. Nga se para mëna vesh një petk, desh një petk. Nuk është muslimani kështu, nuk ka lëramani. Muslimani nuk harnohet, muslimani nuk ndrohet, muslimani ka vlera stabile. Ai gabon me shkel vlerën, por gjithmonë pranon se kjo është vlera, unë kam gabuar. Nësa problemi është kur ne munduemi që vlerat i përshtatim me interesat tonë. E dim që kjo nuk është drejtësi, është pa drejtësi, por më duhet kjo me kondrejtësi dhe luftoj pastaj me mund maksimal që kësaj të them drejtësi, ndërsa drejtësi të them pa drejtësi. Jo pse jam i bindur, po pse mua më duhet kështu. Dhe kjo është e keqe. Unë mund të jemi pa drejt. Nëse jam njëri gaboj, por kur nuk guxoj të them pa drejtësi, ti me drejtësi. Kjo është ajo që duhet me kuptuar. Nuk duhet kur unë mund të jem për shembull, mund të jem frikacak, mund të jem. Por nuk mund kur më i thon apo frikës time guzim, se këtu guzimi. Dhe jam në shembull për me. Këtë s'mund ta bëj. Andaj muslimane pronë, po, kam frikë. Dhe kjo është normale, pse jo? Jemi njerëz. Por ju në bazë të interesave tonë të ndryshojmë konceptet e vlerave që i ka vendosur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj kështu mëson te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që këto vlera të jenë stabile, të qëndrueshme dhe të jenë për të gjithë.
nuk i përshtatën interesave të caktuara, as nuk investojnë rrethonave të caktuara, as nuk janë për konsum periodik apo sezonal apo kujt çfarë, por janë jeta e besimtarit. Dhe gjithmonë kështu musliman me duat e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam imsonte në çdo rrethon. Edhe sigurisht e kem përmend tek drejtësia e tij, tek bujaria e tij, shembull shumë për këtë. Kur kanë kërkuar që të shmangë drejtësisë për shkak të autoritetit, tha kur nuk e bëj këtë. Nuk do e bëj as për vajzën time kur kështu. Kur nuk e bëj këtë. Ka se nuk dua që interesi i caktuar të ndryshon vlerën. Kjo është e rrezikshme. Andaj unë mendoj se sot rreziku është se për interes të caktuar po ndryshojnë vlerat. E nesër nëse ka interes tjetër, e çka i bëjmë kësaj vlere? Prapë kanë më ndryshu. Ata mendoj që kjo është shumë e rrezikshme. Hoxh, kur thatë për mbjelljen e këtyre vlerave gjatë edukimit, përdorte Muhamedi alayhis salam vetëm mënyra inkurajuese apo kishte mënyra tjera për të mbjellë këto vlera të caktuara gjatë edukimit? Normalisht Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të gjitha vlerat, mësimet i bënte në mënyrë të butë, në mënyrë të mirë po. Formulimi i kërkesave nuk ishte gjithmonë i inkurajimit. Andaj nganjëherë për shembull dallon mënyra e prezantimit dhe nga formulimi i prezantimit. Mënyra nuk duhet të jetë e ashpër, mënyra nuk duhet të jetë e rreptë, por formulimi mund të jetë inkurajues dhe mund të jetë kërcënues, nga se kërcënimi është pjesë përbërëse e formimit të njeriu. Nuk ka mundësi njeriu të formohet gjithmonë duke e inkurajuar, duke i paguar. Kjo do të ishte mirë, por çka kur bën shkelje? Por çka kur nuk e kupton si duhet? Atëra duhet kërcënimi. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ishte i vrasht, por kërcënonte. Nuk ishte i rrept, por kërcënonte. Jo me vrasësi, po kërcënonte me dënim. Për të treguar se sa është kjo punë e shëmtuar. Andaj kur dikush nga anëtarët e familjes së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam bënte një punë të mirë, e stimulante, e nxeste. Shikoj për shembull këtë rast. Një ditë Aisha radhiyallahu anha ishte e vetmuar në shtëpi. Dhe erdhi një grua me 2 fëmijë në dorë për të kërkuar lëmosh. Dhe Aisha nuk gjatë diç në shtëpinë e saj. Subhanallahu, kishte shtëpi e dhënjes më tepër se sa shtëpi e konsumimit dhe shfrytëzimit. Andaj i pat 3 hurme dhe i dha të tërjet kësaj gruaje. Dhe e gru një hurme i dha një rrezvajz dhe një hurme i dha një rrezvajz dhe mbet një hurme për ta. Dhe çfarë bëri? E ndajti këtë hurmën e tretë për gjysmë dhe ja dha gjysmën kësaj. Nuk mori për të asgjë. Do thotë i dha përparësi fëmijëve të saj atë. Tha Aisha u çudit, nga sa Aisha nuk kishte nën. Aisha nuk kishte fëmijë. Andaj u çudit nga kjo. Ja dha një tash se mori këtë për vete. Dhe kur at pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja tregoi këtë rast. Tha kështu sot ndodhi. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "O ma ajabeki, pse po çuditesh atë?" Në të kuptim, po kjo nona është atë. Thot, ata pejgamberi e përdorën të ashtu inkurajime. Por ta inkuraju edhe Aishën për veprën që ka bërë, se sa bukur ka dhënë sadaka, por a din çfarë shtegu ke hapti me këtë sadaka. Tha, a din se për atë gjysmë hurme që ka nda. Jo për ato ka një kanë që ka dhënë, ato i ka dhënë hakun, po atë vetën që ka dhënë për gjysmë, Allahu ja ka garantuar xhenetin atë. Mu me atë hurme, me atë mëshirë që e ka nda me fëmijët e vet, Allahu ja ka garantuar xhenetin. Në vepër ka të vogël arrihet një punë ka të madhe. Kjo është inkurajim. Normalisht, nga se ka bëj me rahmet, kjo nuk e shikon Allahu hurmën. Ka se për te Allahu si një hurme, si një pallat, nuk ka vlerë tek Allahu xhallahu ala. Tek Allahu ka vlerë burimi i kësaj mirësie. A është burimi i kësaj mirësie dashuria? A është burimi i kësaj mirësie rahmeti? Pagun Allahu shumë për ta. Në qoftë se nuk është burim dashuria, por është burim interesi, është imponimi, edhe sasi të mëdha me dhën, nuk ka ndonjë pesë tek Allahu i manduar. Andaj tek Allahu ka vlerë sakrifica, ka vlerë mëshira. Unë e shoh një njerëz që ka punë të keq, dhe atë që kam e jap nga mëshira, jo nga kalkulimi apo nga interesi. Dhe këtë e vlerëson Allahu xhallahu xhelalu. Dhe kësaj gruaje këtë ja vlerësoi Allahu te bareke taala. Dhe para mendosh, nëse kësaj gruaje Allahu ja ka falë mëkatet dhe ja ka garantuar xhenetin me hurme të ndarë. E çfarë të mëmëna për atë që ishte burimi i kësaj ndarje, Aisha që i dha 3 zopa. A ne inkurajim është? Një ditë të treguarit sa sa i erdhi do të thotë dhurat një dele. Normalisht e përgatitur dhe Aisha radhiyallahu anha
e dinë se I dërguari sa nuk do ta ndalte të tërën të shtëpia. Nuk e ndal të tërën, padyshim se do ta shpërndante. Po çfarë bëri? E shpërndau të gjithën përveç se kofshës. E dinë se kjo pjesë ishte pjesë e preferuar tek I dërguari sallallahu alaihi wasallam. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I tha Aisha, çfarë bëre më? Tha I dërguar Allah, të tërën e shpërndova. Atë kuptim me gëzu, për shkak se unë jam bujare, I kam kuptuar mësimet e tua, të gjitha I shpërndova, por këtë lash për ty. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, të tërën e pas ke lënë, apo por këtë na pas ke marr. Ka se këtë që konsumojmë, kjo shka japën. Kjo është inkurajmë për sadaka. I thonë se atë që jep, atë e gjenë tek Allahu te bareke ve teala. Por në njëjtën anë, në anën tjetër dua të them, edhe për dorë të kërsnim, një ditë ishte duke ecur me Aishën radhiyallahu anha dhe kaloi për dyre Safia, një grua tjetër. Dhe Aisha janë kuptim të çmimit, por në kuptim të kurrëshës se ne nga afekti mund të themi fjalë të tilla. Tha sa e shkurt kjo Safia. Afekti ishte, jo në çmim absolutisht. S'është e cëllimshme. Por megjithatë ishte ofenduese. Ishte ofenduese për ta. Dhe pejgamberi nuk e toleroi. Apo nuk I tha ti je grua e mirë, ai pse ke gabu, po ti je mirë, tash më inkuraju. Por I tha këtë fjalë që ti e the. Nëse e hudhim në det, do e trazon të detin, do e turbullon të detin. Paramendo një deti të madh të gjerë sa e trazon një fjalë e pavend. E paramendo sa e trazon një familje. Ande këtu është kërcënim, ku I tha pejgamberi, kujdes se Safia është pjesë e familjes tënde. Andaj me këtë fjalë, kjo është kërcënim. Ti e trazon familjen, ti e prish familjen, përdesë se e prish një deti, si nuk e prish familjen. Prandaj këtu nuk është inkurajim, ama edhe kjo është pjesë e edukatës. Dhe mirë kuptonin pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, nga se përdorte, por nuk e bën mënyrë të vrasht. Kur I tha, këtë fjalë tën me gjujt, me bërtit, me grizut, jo. E tha gjithmonë konform mënyrës së komunikimit që kishte, me butësi, me urtësi, pa vrasësi, pa agresivitet, por megjithatë formulimi, po ishte formulimi I kërcënimit. Prandaj dua të them se atë që ka merret Muhamedi sallallahu alajhi wasallam në prezantim, mënyrën e prezantimit e kishte gjithmonë të urtë. Mënyrën e prezantimit e kishte gjithmonë të drejtë. Mënyrën e prezantimit kur nuk e kishte agresive dhe dëshme, kur nuk e kishte. Por formulimin e prezantimit a përdorte nganjëherë edhe kërcënimin, padyshim se po. Dhe kjo është shumë normale në jetën e njerëzve. Po gjatë marrjes së edukatës sigurisht shpesh ndodh ta anashkalohet argëtimi. Na thuani lutem si qëndronte puna në familjen e Muhamedit alayhis salam, kishte argëtim gjatë marrjes së edukatës apo thjesht merrej edukata në mënyrë ndoshta më të po njerëz mendojnë se domethënë Muhamedi na mëson të jemi të mrolur. Na mëson që të jemi të ngurtë, të serioz, të flasim veç për xhenem, dhe për obligime fetare dhe këtur devotshmëria, apo nëse më nuk ishte kështu. Wallahi ai ofronte as i lloj dëfrimi, as i lloj disponimi në shtëpi që nuk beson dikush se ky është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe wallahi dikush ta bënte sot kët. Do të konstruoj emet e tij dhe një njoll në burrnin e tij, madje edhe në devotshmërinë e tij, nëse këtë bënte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Qase dikush mendon se nga se nuk komunikon me musliman sa duhet. Do të thonë ata që komunikojnë vetëm të mrolur, apo sa mendon se feja është kështu apo. Kjo është imazhi sot I krijuar. Kjo është gabim. Para mendoj për shembull apo një I dërguar I cili tha se buzëqeshja është lëmosh, para mendoj ka pasues që mrolat I kanë lëmosh. Apo ata nuk po I them seriozitet, kjo nuk ka seriozitet apo. Një farlloj dëshpërimi, një farlloj thosë I ka nuk është të buzëqesh, nuk është të disponuar kur shtire kime komunikuar me fjalë, të cilin pejgamber e pason. Kush cila feja jote? Islami nuk mëson kështu. Ka njerëz që nuk din familja ti çka me qesh vëllai. Ose kemi edhe probleme, nuk kemi nivel sa duhet, por pjesë e edukatës është që me familje të ketë edhe argëtim. Por jo me kalu kufirin, që pastaj me ra modeli, nga se teprimin hajgare, teprimin në aheng, teprimin në dëfrim, e rëdzon modelin, ja hub seriozitetin, ja hub ndikimin.
por Muhamedi sa dinte të balanconte këtë mënyrë mrekullueshme. Por nuk duhet të dikush që për me rujt nivelin ndikimit dhe të autoritetit, gjithmonë të treguohet i mbrojtur, gjithmonë të treguohet atë kuptim serioz, nuk buzëqesh, nuk i bën përshtypje asgjë, madje nuk lun me familjen e tij. Nuk është ashtu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Më lejave që të përën dy raste, mendoj që ndoshta ja qëllaj nga ajo që duhet me tregu, nga se ka shumë nga jeta e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u kthye në shtëpinë e tij, ishte ditë Bajrami. Dhe Aisha radhiyallahu anha kishte marrë 2 defatore. Apo i binin defet dhe këndonin në shtëpinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi hyri në shtëpinë e tij, subhanallahu. Hyri dhe ishte lodhur. Normalisht kishte udhëheq namazin e Bajramit, ligjërata, probleme me njerëz më radh, dhe kishte shtar mazin me poshtë shtëpinë e tij. Dhe ato defatorët këndonin dhe i binin defet apo dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ushtri në krevatin, nga se nuk ishte i dhomë tjera. Kto po këndojnë në sallon, ndërsa ai ushtri në dhomë fjetës. Ai kishte një, edhe të fjetës edhe sallana, gjithë atë një kishte. Të njëjtën dhomë. Ato këndonin vazhdimisht. Pejgamberi ushtri dhe vetëm u kthyn krahun tjetër, apo që mos të ndinë ato ngushtuara nga shikimi i tij në to. Dhe vazhdoi të pushonte pejgamberin ndërsa ato këndonin. Subhanallah. Erdhe Abu Bekri, dhe kur e po këtë situatë, pejgamberi po pushon, këtu po këndojnë def. Tha, çfarë janë këtu? Madje edhe nga ngarkesa tha, çfarë janë këtu? Tinguj djallëzor në shtëpitë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atë pejgamberi sa nuk tha në të kuptim që mirë që erdhe Abu Bekr më u thon se mua ke kaq më u thon. Jo. Nuk u andali këndimin. Subhanallah. I tha Abu Bekrit, lere, ka se çdo popull ka festë, të veta kjo festa jo, pse mos më gëzu? Le të këndojnë. E kemi festë. Le të këndojnë. Le të dihet se kemi festë. Ky pejgamber që çonte natën nga xhehenemi. Ky pejgamber që lagej, subhanallahu, mjekra e tij nga lotët, nga frika pe Allahut, ky kështu do frejë aftë. Dhe kjo nuk bën dash, me thon dikush, për shembull, musliman kanë kriza, na kena probleme, që situata që shpiven me kesh, jemi njerëz. Normalisht duhet më u përshtat, duhet më kuptu njëri, por tek e fundit fëmia nuk e din që na kemi krizë. Apo gruaja ka nevojë për dëfrim, është gjinia femërore ka më të theksuar disponimin, stolin, po edhe mashkulli është ashtu. Andaj nuk duhet me dalë jashtë natyrës njerëzore, këse na tash jemi në situata ku e diun çfarë të jashtëzakonshme, nuk bën as me kesh, as nuk bën. Atë s'bën me kipse po ham buk pra, as buk s'po hajna pra. Atë vetëm që nuk është largu asnjë përkundër krizave që ka pas, përkundër situatave, asnjëherë nuk u largu butësinë nga fytyra e tij. Asnjëherë nuk u largua disponimin nga familja e tij. Madje, subhanallahu, vinin Medina tash u shndrua një qendër të njohur, ku vinin njerë me vizitu nga gjithan. Kishte dhënë nga Etiopia. Valltar do të jetë të njohur, që vallzonin me shpata. Duhet vallëzimi që është me shpata. Do të luftonin, po nuk është luftë për një me, por ishte fund vallëzimin po përmes shpatave. Vallëzimi tradicional është. I tyre, po. Dhe Aisha kishte më i papën, po s'kishte mundësi se ishte do të thotë xhamia atje, nuk ishte edhe pejgamberi e pasë, po ka dëshirë, tha, apo dëmi pa? Tha, po kam dëshirë, Rasulullah. Subhanallah, e hipi në krahun e tij, dhe e mbulej me teshtën e tij, dhe e mbante Aishën që e shikon. Shikonte, dhe nuk i tha, mjaft, më ulodha. Po i tha, pejgamberi s.a.s. Aje i tha, mjaft e Rasulullah. Atëherë tha pejgamberi, nëse ke mjaft, po shkojmë. Dhe e zbriti apëton. Shikonte burrat e ka vallëzojnë atje apëton. Te ka vënë loj, ama kë i bënte përshtypje. Nëse këtë bën përshtypje, pejgamberi s.a.s. e la që të shikonte në vallëzimin tradicional të aty në burrave që ishin në xhaminë e pejgamberit s.a.s. Madje në xhami leje që i këtë bëhej. Qase është dëfrem, kemi fest, kemi arsye që të vallëzojmë, kemi arsye që të dëfremi, që të argëtohemi normalisht në kuadër të mësimeve tona. Se fjala vallëzim është fjala gjon, mund të komendon dikush gjithsesi, unë po flas me terminologjinë që e definon kuptimin jon fetar, kaq. Por kishte dëfrem. Dhe kur vjen te koha e seriozitetit, nuk vallëzonte më. Është koha për seriozitet. Por fatkeqësia është se ne kemi përcjell, nuk dim as kur me qesh, as kur me qenë serioz, për shkak se nuk e njohim si duhet traditën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj ofronte dëfrem, lutem me fëmijët e tij. Parmenda, subhanallah, e mbante vajzën i cila ishte pak muaj pas ditës dhe e urinonte në tesh pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Apo
kryen teorinë të është ti. Dhe ai buzëqesh edhe thotë, "Masini pa kujt e laj dhe delte më fal atë." Nipi i tij, Huseini, hipte mbi qafën e tij dhe Hasani hipni lazni mbi qafën e pejgamberit, ai në sejdë. Lazni mbi qafën e tij. Dhe ai nuk beziste fare. Ai adhonte Allahun xhelal, ata lazni mbi shpinën tina. Kur ata zbritnin, ai ngritni nga sejdë atë. Që mos ta prishte lojën. Andaj loja është loja, dëfrimi, argëtimi, disponimi ishin pjesë përbërëse e jetës së përditshme të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nuk është i ngulfatur, i ngarkuar, i stresuar, jo situata, jo xhenemi, jo normal, dinte kur këtë ta bënte, çdo gjë kishte të ekuilibruar, të balancuar për shkak se bënte me dije dhe me sinqeritet. Nëse fatkeqësia jon është sot për shkak se ka shumë kamuflime, ka shumë gjëra artificiale, vallahi ka shtirje të shumta, kemi dalë nga vetja jon, nuk kemi origjinal, dhe këtu e kemi humbur pasaj edhe orientimin, nuk dim se tash a me kesh, tash ka thonë se keshi, jo s'po me kesh. E këtu tash po jo tash po do të kemi rol. Gjithmonë duhet të shikuar çka thonë, çka bojnë, e kur do të jemi vetja jon, kur do të jemi parimi jon, kur do të jemi vlerat tona. Andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kishte edhe situata kur vrapante çunë mu fal, po kishte edhe kur kërstante, po kishte kur dëfrante. Kjo ishte jeta e tij sallallahu alaihi wasallam. Dhe për ta përmbyllur të pjesë të këtij emisioni, kur Muhamedi alayhis salam merrte ndonjë vendim në të mirë të familjes së tij, thjesht e zbatonte atë vendim apo përmes bisedës ndoshta mundoi të binte edhe anëtarët e tjerë të familjes për të arritur në një qëndrim të përbashkët? Kishte hapësirë për debat në familjen e të dërguarit alayhis salam? Po shumë. Ato gjëra që kishin të bënë me shpalljen, do të ishin gjëra të prera, ato padyshim se as i dërguar nuk i debatonte. As normalisht kjo ka ardhur pe Zoti merr të fund kjo. Por gjëra që kishin të bëjnë me interesin familjar, kishin të bënte me planet e familjes, me organizimin e ndoshta punëve të caktuara, gjithmonë i dërguari sallallahu alaihi wasallam konsultoi, debatonte, madje edhe për gjëra të caktuara fetare nganjëherë debatonte me anëtarët e familjes. Për shembull, një herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sërante për rregullat e larjes, guslit. Dhe përmendi se edhe gruaja mund të ketë ejakulim gjatë gjumit, jo vetëm gjatë marrëdhënies apo. Nëse gruaja e Ummi Seleme nuk e kishte paramenduar këtë kurrë, ose si ka ndodhur se ka ditë. Dhe tha si ndodh kjo e dërguar e Allahut, se na kuptojmë ti fal për burra apo për grona tregojmë. Apo atë pejgamberi son ja shpjegoi se si ndodh kjo, do të filloj debati për të sqaruar se si ndodhi kjo. Gjithashtu e kishte lënë Juairin, gruaja e tij, duke përmend Allahun azza wa jall, domthonë në shtëpi pas namazit sabat. Dhe doli pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur u kthye vonë dikur mesdit, ai ende ishte duke përmend Allahun te bareke wa taala. Atëri tha, a ende je ku të kam lënë? Tha po. Tha unë kam thonë do fjalë që ta kum kalu ti, kum thonë më mirë se ti. Apo, atë nuk i tha, kush ka thonë ti më nai to, për shembull, jo, ja përnaj ato që kishte bërë, por tha unë kam bënë diçka më mirë se ti apo. Edhe kishte raste të tjera shumë kur pejgamberi sa ndodhte që, për shembull, të ofronte një liri të familjes që të shprehë mendimin e tyre apo. Madje ndodhte nganjëherë që Aisha ishte e re dhe nuk mund të përmbajë gjithmonë, nga se normalisht mosha e saj bënte pak tjetër më, po them kështu pak më nëse po gabër më shpërthysë, nëse nganjëherë fjalë më të papërmbajtur, po kuptim pozitiv. Sigurisht. Sa që ditë ishte në shtëpi, dhe ajo disi me pejgamberin nuk pajtohemi në çështje. Çështja ditë bashkëtorë atë. Dhe në këtë mos pajtim edhe ngriti zërin. Edhe në atë situatë hyri Abu Bekri, baba i saj atë. Në shtëpi për një nevojë me pejgamberin. Kur e pa vajzën e tij, se si po sill me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, po sa ti kështu me të dhe dorë me çu dorë me e godit, Aishën e kapi i dërguar për do tha ja lëre tha, kjo punë e jona. Nga se Aisha në këtë rast nuk e trajtonte pejgamberin sallallahu alajhi wasallam si pejgamber. Ka si pejgamber largasoj me ngrizërin. Por tash jemi duke volë për jetë bashkëtorë. E kur je burri jam me ashtu, ka tjera kritere, ka tjera situata. Atë din të menaxhante, kur është pejgamber, s'ka me çuzonin atë. As ka debat, ama kur jam burr, po këtu debatojmë, se këtu jam burr. Andaj ne kemi profesion caktuar në jetë përditshme, mund të jetë me autoritet, mund të jetë me ndikim, mund të jetë olifare, po atë ka respekt, ka normalisht. Por jemi gjithashtu edhe bashkët, jemi baballar, jemi vëllezër, jemi djem dikujt, jemi nipa dikujt e kështu me radhë. Atë nuk duhesh me prit që të gjithë me trajtu ty njëjtë në bazë të profesionit që ke apo.
Ti mund bësh shpjegim doktor shkencë, por për babën tënd, për nënën tënde, i alaj voglushi vogël që të bëjmë me top që ka lujt atë. Andaj për ta sjell doktor shkencë atë. Andaj nuk duhet me pritje me trajtu ose për shembull gruaja. Titullin e ki për profesionin e kia, ma shpe këtë e burr, këto titull skrim punë. Atë kuptim, këtu ka hapësirë më shumë për me diskutu, me debatu, dhe kështu i dërguari sallallahu alajhi wasallam vepronte. Andaj nuk e impononte autoritetin e pejgamberit në të gjitha situata të jetës, që kur kush gëzon mund të dëgjoj ky pejgamber, më bën mi akthy që zotin xhenem, nuk e bën tek ata thon. Po, është pejgamber në këto situata. Po tash po flasim tash s'ka më pejgamber. Pejgamberin më vonë e kemi lënë atje pak. Tash po flasim për këto tash ka dal pra. Tani këtu kishte tira situata. Andaj do të thotë me qenë ose Hafsa ka ndodhur me qenë çika Omerit radhiyallahu anha me qenë situata ka pak edhe që e shqetësonin pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, po jo shqetësim të pejgamberit, po shqetësim të burrit të tyre bashortit. Dhe ndarja që e bënte pejgamberi mes të qenit pejgamber dhe bashart ishte ajo që ofronte hapësirë. Këtu debatoni tash. E këtu tash mundem ushtimin e fjalë derisa nuk kthen apet me kon pejgamber apo. Është gjithmonë i hapur. Ishte i hapur gjithmonë. Andaj normalisht nuk e sillte një situatë arbitrare në shtëpi, unë jam pejgamberi i Allahut dhe nuk guxonim më prish kërkon se i çon zotin xhenem i myt Allah juve krejtve. Atëherë normal kishin me respektu, po ku mbet me kon burr, na do me të pasu dhe burr, të mund të jesh në tash, mund të jesh profesor doktor, por nuk mund të kon profesor të shtëpia, atë do të kon bashart, do të kon bab, atë edhe rolet dallojnë kur je me këtë titull, kur dallojnë kur je me këtë titull këtu më radh. Edhe fakti që ne përzim mes titujve dhe nuk dim ku çka më zbatu, pastaj na mundson që na bën që edhe mos jemi efikas sa duhet në edukimin e familjeve tona. Sepse hoxha shpeshherë kryefamiljarët në emër të një vendimi që është mirë të familjes vendosin dhe ndoshta diktojnë vendosin një diktat të caktuar, sepse kjo është e padiskutueshme sepse është mirë të familjes. Po ajo kur është në mënyrë të konsultimit, të përbashkët dhe kur është në mënyrë të debatit, të bisedave, kjo është e mirëseardhur. Unë domethënë po them që është mirë që të anulohet edhe vendimi i kryefamiljarit. Kjo që ke. Në qoftë se për shembull bie fëmiu vendim më të mirë atë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur nuk pat mundësi të futet në Mekë, kishte me ihrama. Para mëna me ihrama i veshur, i gatshëm që ta bën umrën. Dhe zbashku me ta ishin me mira sahabe. Nuk është punë e thjeshtë kjo. Por marrëveshja u bën në Hudejbia që këtë vit s'ka umra, do të më kthy në Medinë. Dhe kthimin në kuptonte anulimin e umrës, do të thotë zhveshjen e petkut të ihramit dhe qethjen, therrën e qurbanave, si shaj që mur fund umrëja. Pejgamberi sa më tha, ashabëve lironi nga ihrama se nuk ka gjë për kësaj pune, s'ka umrë këtë vit. Por ata nuk e dëgjuan jo në kuptim të rebelimit larg asaj, po në kuptim të shpresës. Helbet mos po qenë rruga tani me keqardhë tën këtë rrugë kemi bër e nuk mund bëjmë pastaj umrë për shkak se e kemi rënuar njët në umrës. Dhe 2-3 herë doli, po nuk gjente përgjigje. Gruaja e tij i tha, "Dëgjoj mua. Pa në tash këtë rast bëhet fjalë për një pejgamber. Në këtë rast bëhet fjalë për një burr shtat, Allah. Bëhet fjalë për një që po jap urrën, nuk pa ndonjë ushtri atij. Pa në dikujt këtë ngarkesë më ngulet i ngom mua. Po si çaj thotë apo? S'po më nguen mua, po të nguen ty. Apo ose ti je më kallzu mua se apo më lara atë tash jam nxoni kom të punë mia. Nuk kishte kësi bariera pejgamberin. Ishte i hapur gjithmonë. Edhe kur kishte ngarkesa, edhe kur gruaja i tha Ummi Salama, tha o dërguari i Allahut. Dhe ndonjëherë po, çfarë zgjidhe po japti? Tha del vetë o dërguari i Allahut. Del hiç mos fal me askën. Ulu dhe therrë berberin. Apo me qeth, therrë do të thotë therrë qurbanin tën dhe futun në tendën tënde. Kaç? Dhe kaç ndodh. Asgjë s'pat. E thirrën njërin që i qeth flakt, apo e qethi, e ponçi kur pejgamberi e rënoi vendimin, atëherë të gjithë një zëri vepruan njëjtë atë. Në këtë rast pejgamberi e hapi mundësinë e bisedës me gruan e tij, që t'i bënte zgjidhje dhe e pranoi vendimin e saj dhe kështu veproi. Pa e kontestuar dhe para mendon për shembull, ky rast është transmetuar. Se në tend aty nuk ishte askush. Ishte vetëm pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe Ummi Salama. Ka mund që të jetë vendimi i pejgamberit sallallahu dhe Ummi Salama me hesht. Qase pak është kompleksive që pejgamberi pe ngruan vet. Nuk turprohej nga kjo.
Ishte I hapur, pse jo? Gruan teme kom gu për këtë punë, për vendim shtetnor dhe për vendim përballë ushtrisë time dhe pasuesve të mi, po kësaj radhe e kam gur gruan time dhe çfarë ka këtu? Po le të përcillet kjo me shekuj deri në ditën e gjykimit këras komu përmend se Ummi Seleme ka mësuar pejgamberin se çka ka këtu të keq atë. Andaj ishte I hapur Allah, I mëson drejt me kon, jemi të hapur për çdo kënd. Sillë mendimin tënd, argumentoje, faktoje e pasojmë. Qoftë edhe fëmijë, qoftë edhe kurdo qoftë. Në qoftë se vjen me mendim të përshtatshëm dhe dur. Pra nuk e ushtronte autoritetin e tij vetëm pse e kishte mirë, por pranonte edhe mendime dhe mësime të tjera nga ana. Gjithsesi, dhe kjo ishte ajo që ku e mor këtë guxim Ummi Seleme më thon këtu. E mor këtë guxim nga se e kishte mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që debatante. Kishte qenë I mbyllur pejgamberi në familjen e tij. Dhe të kishte mbyllur dyrën e debatit me bisedu edhe për gjatë e thjeshta të familjes, a kishte pas guxim Ummi Seleme me I fol të punë të mëdha? Kur? Shmo që jo, këtu s'gëzëm I fol, po jeshtëm. Po I kam mësu vetë, anë Ummi Seleme e kishte normal me I thonë vepro kështu, bë kështu, nga e kishte mësu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që ti hapur për bësaj me debatu, me diskutu, me bisedu. Ande kjo është vlerë e nëzirë me familje, po mësu. Dhe shumica e probleme në familje, madje edhe të shkurorzimit, janë për shkak të mungesës të debatit, dialogut, bisedave me Zotin, biseda Allah, biseda me fëmijët e tu, biseda me kët. Jepi u ka pak ata le të marrin vendim, pse jo? Tek mund edhe nëse gabim vendimi, le të bëm përgjithësi nesër me kuptua pesha. Jo të bëm parazita gjithmonë dikush të merr vendime për ta, dikush të mendon për ta, nga se kështu bën, pastaj me të vërtet bën ngarkesë për shoqërinë, bën të paaft që të marrin vendime edhe më të thjeshta që kanë të bëjnë me jetën e tyre. Tërhoq me këtë pikë përmbyllëm këtë pjesë të këtij emisioni për të rikthyer me pyetjet e shikuesve. Të nderuar shikues, këtu shkputemi për pak çaste, do të rikthehemi në pjesën e dytë të emisionit me pyetjet tuaja, të cilat do t'i mirëpresim. Qëndroni me ne. Të nderuar shikues, u rikthyem në studio në pjesën e dytë të emisionit, në cilën pjesë ne do të mirëpresim telefonatat tuaja dhe pyetjet përmes numrit ton kontakteri I cili tashmë do të shfaqet në ekranin tuaj. Dhe pyesim Rezin nëse kemi telefonatën e parë për emisionin e sonte. Alo? Selam aleikum. Aleikum selam, po. Po gjithsesi, cila është pyetja juaj? Po, një dy pula nga në shtëpi, si ka 2 muaj apo 2 muaj. Po? Edhe kom pyet rrezet, po askush nuk përgjigjet për të. Unë kom vendos tash të ose një çik jashtë shtëpisë, ose në lodi sot do ka namën të atij që I kanë humbur. Po, dhe pyetja dytë? Dita është rreth një hoxhë, që po shkon në Mali, ai ka thënë se nuk shkoi. Po argumenti më I fortë për mua, dia që kemi se do të jam se ka shku. Dhe ai ka thënë në mision të unë, domethënë është e ka studiuar një herë, nuk e di që shumë më ndodhi është. Po, në rregull, faleminderit për telefonatën tuaj. Dhe me amën të di tash hoxha S'ka nevojë. Po, është e qartë pyetja, e kuptoj hoxha, do të merrni trajtimin e pyetjes suaj. Gjithashtu edhe ju faleminderit për inkuadrimin. Po e kuptova pyetjen e parë dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përmend për raste të tilla, por ka përmend për devën, ndërsa për baktitë ose kafshët e tjera ose shpesë të tjera vlen ajo që ka të bëjë me gjërat e humbura të dikujt. Njëri ka për obligim domethënë që me rujt një gjë, një kohë caktuar derisa të emërohet pronari, edhe me e kërku. Nëse nuk emërohet dhe nuk dihet kush është pronari, atëherë I ka 2 mënyra. E para bën me shfrytzuar, por në momentin kur shfaqet pronari me fakte, obligohesh me ia kompenzu mallin e tij. Edhe e dyta, sikur se përmani me sadaka. Lejohet me dhënë sadaka në emër të atij që I kanë humbur, çdo që I ka humbur, mos konkretizohet është kjo që pyeti shikuesi atë. Me dhënë sadaka në emër të tij dhe nëse lajmërohet prapaj
ti mund të thuash atij, unë i kam dhënë sadaka, ose pranoje sevapin e sadakas, se e kam dhënë në emrin tënd, ose unë po e marr sevapin e sadakas, nëse ti po ti kompenzoj atë që të ka humbur apo. Dhe kjo është mënyra se si duhet me trajtu këtë çështje apo. Dhe pyetja e dytë për hajmalit. Dua të them fillimisht që duhet me kuptu drejt se çka është hajmalia. Domethënë për çfarë bëhet fjalë. A është realisht hajmali apo është mënyrë e caktuar që përdoret për shërim. Për shembull, futja e një letre me ajete kuranore në ujë, për shembull, dhe me pi atë ujë, që nuk është hajmali. Është formë e caktuar e shërimit që disa e përdorin, pavarësisht mendimit ton për ballsoj, por është formë që përdoret. Andaj unë kisha pasur që, domethënë, thjesht shikuesi jon me kontaktu vetëm me hoxhën, edhe me marr shërime, me pyet atë. Ku ki argumente, ose këtë që po e përdor, a është hajmali apo çfarë është, dhe kur ti merr shërimet e duhura, me shku te një hoxh, por jo në mënyrë publike. Po me shku te një hoxh i besueshëm që ka afër dhe një, dhe me diskutuar me këtë çështje se kjo mendoj që është keq, nuk është në rregull, dhe kështu domthonë me e zvoglu problemin jo me e rrit, apo. Me e zvoglu problemin jo me e rrit. Andaj po them që nuk besoj që një hoxh i shkolluar përdor hajmali, nuk e besoj këtë apo. Mund të përdor forma që neve na duken të tilla për shërim. Dhe këto forma mund të kenë bazë, pavarësisht tash a pajtohemi ne me këto apo jo, por mund të kenë bazë, nuk po them në argumente, por në praktikat e disa dietarëve. Dhe përderisa është kështu, atëherë këtu kanë për me bë debat, po më me diskutu, me bisedu për këtë çështje, për me sqaruar detajisht se a duhet vazhduar me këtë veprim apo jo, por megjithatë mendoj se kanë për sqarimet më të tjeshme, edhe me hoxhën, edhe me dikë tjetër për me sqaruar realisht a bëhet për hajmali apo jo. Unë nuk mendoj se hoxha që po aludon, sa e kuptova unë, don hoxha që po aludon të shikuesi se shkon hajmali, nuk besoj. Mendimi për këtë hoxh është se është hoxh i shkolluar, hoxh i ditur dhe mund të bën veprime që duken të tilla, si forma e shërimit, por jo edhe hajmalia. Kuptuam, do të inkuadrojmë telefonatën e radhës. Alo. Selam aleikum. Aleikum selam. Në pyetje deshta me bë. Po, drani, cila është pyetja juaj? Që një 2 javë do më thonim për drejt që nuk e kam imanin bashkë në rregull. Po. Që më karoj bane nuk jam i rregull në adhurimin, nëse në lexim të Koranit, në sunete apo në nafile e tjerë. E deshta disa këshilla prej hoxhës. Po, e kuptuam, do të merrni tani këshilla nga hoxha, faleminderit për inkuadrimin. Selam aleikum. Aleikum selam. Çfarë këshilla keni për dobësimin? Fillimisht këtij vëllau mund t'i duket shqetësuese, domethënë problemi me iman, i cili domethënë nuk po e stimulon, nuk po e inkurajon sa duhet me i kryer obligimet ose punë vullnetare kështu me radhë. Dhe kjo është shqetësuese. Po në anë tjetër un po duhet me përgëzu këtë vëllau, fakti që po e ndin këtë, kjo është e shëndetshme. Se ka rase ku njeriu subhanallahu degradohet, bjen dhe nuk e ndin këtë, i duket se po bën mirë, se duket se po përparon, dhe kjo është më e keqja. Fakti që ti po e ndin dhimbjen e kësaj, jep me kuptues se zemra ka gjallëri. Nga se zemra domthon tashmë po e ndin mungesën e disa adhurimeve. Po lëngon kjo zemër, po e kërkon, nuk ka fuqi me zbatu, por po e kërkon. Dhe kërkesa që e ka zemra në këtë rast është shumë pozitive. Dhe është e mirë që duhet, domthon, te ky vëllai me ngjall aspekt të inkurajimit, e jo të dëshpërimit dhe të dështimit. Kjo është e para. E dyta, çdo problem e ka shkaktarin e vet. A ne duhet kërkuar pse të ka ndodhur kjo? Nuk ndodh kjo befas. Njeriu i paraprin, ose me lehtësim të disa harameve, ose me shoqëri të keqe, ose me humbje kohe, ose me gjëra të caktuara, shiko burimin e problemit tën. Dhe atje shko shëroj problemin. Dhe nëse atje e shëron, atëra do të bartet në mënyrë automatike edhe tek çështja e imanit. E treta është që të përdorësh ose të ndërmarrësh masa të duhura që e forcojnë imanin tënd dhe e kthejnë në gjendje normale, sikurse ka qenë më madje edhe të stimulojnë përmes përpara, sikurse është leximi i Kuranit, bërja dua që Allah më të forcu, përmendja Allahut, përmend Allahun xhallahu ala vazhdimisht, rri në shoqëri të mirë, apo sa ata të stimulojnë ata të shtyjnë mes përpara, dhe lexo libra që flasin për këtë punë. Ka libër, për shembull, ka libra që flasin shkaqe që dobësojnë imanin, shkaqe që forcojnë imanin. Lexo këto libra dhe mendoj që në këtë drejtim mundesh me ecë përpara inshallah.
Ta mirë presim telefonatën e radhës. Alo? Selam aleikum. Aleikum selam. E kam një pyetje, Po, zani. një shikues që tha ma herët që hoxha shkruan Hajmali. Ai hoxh nuk shkruan Hajmali, po shkruan dua të Kuranit. Po tena nuk e kush nuk den arabisht edhe nuk e më din, mendojnë që janë Hajmali. Në realitet nuk është Hajmali. Se kam po që edhe në Facebook e kam postu që filan hoxha po ka thonë që nuk shkruaj Hajmali, e ka shkruaj Hajmali. Në realitet nuk shkruan. Si shta edhe hoxha ma herët, dhe shta me po me dije që ati shikusi që nuk është e vërtet që janë Hajmali. Dërgoj falje për kohën, edhe do është një pyetje mja po hoxhës, kam pa disa femna në xhami të falë, bajnë lëvizje pa nevojshme, shambulli ban telefoni e tu falë, e merë telefonin e nalë ose ja nalë zonin edhe prapë vazhdo namazin. Që jam interesoj me ditë është në rregull me bo lëvizje pa nevojshme gjatë namazit. Po është e qartë, faleminderit për përsërimin, po ashtu edhe për pyetjen. Se përket të parë, ose në para kësaj edhe është komentin në për këtë çështje, e dyta, po pajtohem se lëvizjet e panevojshme në namaz janë mungesë e përruçmërisë namaz. Dhe padyshim se këtu është mungesë edhe prezencës së mendjes dhe imanit dhe zemrës në këtë namaz. Dhe kjo padyshim është një reflektim i dobësisë së namazit. Edhe dobëson cilëtetin e namazit. Por shembull që solli nuk mund të jetë gjithmonë i përshtatshëm për këtë gjendje. Po, me marr telefonin me kthyer kur çaj mesazh, me kthy prap me nxjerr, kjo është e keqe. Apo e kthyer orën sa është për shembull, e ndres shamin, e ndres teshat, kjo është e keqe, kjo s'bën me lëvizje njëri. Kjo mund me çu dirin me prish namazin komplet, nëse tepron me këto sjellje. Por ka harruar me shkrim telefonin. Tash po singron. Njëri që po të rrati nuk din të ajë namaz. Tash ti me dy gjendjeve, ose me lën me ciklu deri në fund dhe me i bezdis të tjerët edhe vetën, ose me bën një lëvizje, që po është lëvizje, por me atë lëvizje e minimizon një sherr. Për me anal telefonin që mos me bezdis të tjerët. Dhe mendoj që në këtë rast më mirë është me nxjerr telefonin me anal për mos me i bezdis të tjerët. Nga se këtu ka interes kolektiv para interesit tënd individual. Andaj jo me nxjerr vazhdimisht me anal, me kqyr, po një herë ndodh nëse të singran me u fut dorën dhe me bë lëvizje domthon më minimale të mundshëm qen, apo për me evitu këtë bezdisje dhe me kthy namazin. Ma mirë se sa, kanë ndodhur që vallahi ka zëra shumë shqetësues dhe shumë dekoncentrues që ndodhin në xhami si pasojë tingujve të ndryshëm që vijnë nga cingrimet e telefonave. Për në këtë rast jo që lejohet, por unë besoj që në disa raste është edhe obligative me fut dorë me anal, nga se po i pengon të tjerëve dhe kjo është padyshim ndaluar. Shohim çfarë pyetje na sjell telefonuesi i radhës. Alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Desha të përshkodin, a lejohet përdorimi i programeve në për smartphone në për iPhone ose Samsung që kanë përmbajtje koranore, për shembull, Koranin gjuhë shqipe, ku disi ma telefon në shpejt vend të pafatë. Po, është e qartë pyetja juaj, faleminderit për inkuadrimin. Programet që përdoren në telefona, në pajisje të caktuara, ku përmbajtja tyre është ajete koranore, fjalët pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, emri Allahut azza wa jall, a lejohet me i përdor? Lejohet, padyshim, dhe kjo lehtësim i madh. Po ne me ato futemi në banjo. Ajo e ka programin mbrana dhe e ka mundësin me shfaq. Më rëndësishme që mos me qenë programi i shfaqur kur futesh në WC. Për shembull, ke qenë duke lexuar Kur'an, apo dhe ka mbet ajo faqe e ndezur, e shfaqur, nuk është mbyllur ajo faqe dhe me të fut mbrana në banjë, kjo është ndaluar. Ka se po futesh me faqe të shfaqur në WC dhe kjo është e keqe. Por ajo tjetër në brendi të programimit, kjo është padyshim. Je sigurisht se mbrana memorës tonë që ne kemi fat janë mbrana në kokë. Dhe futem me të dhe kjo më nëzirë mos më shfaq në gjuhë, se fakti që është në kokë nuk prish punë që ti futesh me të në banjë, nga se kjo është çështje normale. Kuptuam këtë sarem, mirë presim një tjetër telefonat. Alo? Alo? Alo, Roma. Po, mirë Roma. E kam një pyetje, po thojnë se, po du m'ja bo një pyetje hoxhës, po thojnë se është haram me lexue Kur'anin shqip. E qa me bo se shumica nuk e din, shumica 100% nuk e din arabishten. Po, e kuptuam pyetjen tuaj. Po tuaj. vetë lexoj shqip, arabishten nuk e di. Unë shumë din shtyna që s'është e vërtet, po mos e është tonë të kjo emisioni, po du me ditë të hoxhës
se ma ky përgjigjen është haram. Gjithsesi do të merrni përgjigjen tuaj tani. Faleminderit shumë. Faleminderit për jush. Kalofshi mirë natën. Gjithashtu. A është më mirë me lezu arabisht në original, se sa shqip, padyshim se shpërblimi më i madh është me lezu në original. Por me qenë haram shqip, unë sefte po një jam. Mëna që kjo është spekulim i dikujt që s'ka dije, nga se përkthimi i Kuranit në gjuhën shqipe është begati për neve, është mirësi, dhe Allah është përlef me të mirë ata që kanë përkthy Kuranin në gjuhën shqipe, sikurse hoxha i nderuar Sherif Ahmeti, Hasan Efendi Nahi, këto përkthime të mrekullueshme, dhe mendoj që kjo është lehtësim i madh, është begati që e kemi këto përkthime në mesin tonë. Jo si më thon këto haram me i dje këto Kurana me i hub, tek asaj, përkundazi vazhdo me lezu Kur'an shqip dhe përfiton dhe mediton nga fjalët e Allahut azza xhel, kjo është e dobishme. Por nuk duhet me qenë Kur'ani shqip zaventsim për arabisht. Jo me qenë zaventsim. Ka se nuk e zaventson origjinal asgjë, normal. Por a ka problem dhe a lejohet me lezu? Padyshim se lejohet dhe nuk ka kur famdyshim këtë drejtim. Inkuadrojmë telefonatën e radhës. Alo. Selam aleikum. Aleikum selam. Dhe sa me pyet hoxhën. Është ma mirë 2 orë në ditë me lexu Kur'an ose me dëgju ligjërata fazëllarëve e me kuptu e tamam që duhet, apo me vazhdim e një kërë ma bëgat edhe me të kriju një lej monotonie që me melu trunin. Dhe sa ma gjatë me lexu e Kur'an apo me dëgju, do gjitha rase të nuk mune me kuptu njerë sa duhet. Kështu që aja vlen 2 orë në ditë me lexu sa më ka dole edhe me kuptu kjo. Cila është nga vleshme e kërkoj një pyetje për ju. Po, faleminderit. Selam aleikum. Aleikum selam. Zakonisht do mund tek njerëzit shfaqet një lloj konfuzioni, domethënë a ma mirë pak e kvalitet e mirë, apo shumë po pa kuptim. Dhe mendojnë se nuk ka mundësi më bashku. Me si kjo bashkohet me zvete, apëtën. Bashkohet me zvete. Varësisht sa në këndo kohëti për Kur'an. Sa dhe me nda kohë për Kur'an ditje. Se ti 2 orë një për Kur'an ndonë, kjo është mashallah, me nëzu Kur'an, kjo është shumë, me në mirë. Me mira nuk ka shumë kohë, apëtën. Pa ma kjo është shumë mirë, është apëtën. Dhe mirë është për shembull që 1 orë gjysmë me lezu, lexim në kuptim të sasisë, me lezu sa më tepër, dhe gjysmë orë më ia kushtu kuptimit. Dhe ke bashku edhe këtë. Se nuk ka mirë për shembull me met njëri kohë të gjatë me një ajet, ose i ka met pa lezu shumë tëra, nuk ka lezu këtë sure, Bekaran, Ali Imran, s'ka buhat mas njëre, edhe kjo është me lën pak anash Kur'anin, është një lloj mangësie apo. Dhe mendoj që mirë me bashku me së dy jata. Mirë me bashku me së dy kur bie për Kur'anin. Ndërsa për ligjërata, jo, më mirë me ngu një me kuptu se më ngu 10 mos me kuptu. Patyshim. Do të praktikuar. Do të me praktiku. Andaj leximi në librave shqip që kanë bërë ti me kuptu, ligjëratat me dëgju. Më mirë është pak, po mirë me kuptu me ditë, se sa shumë e pastaj më të përzi. Edhe me i keq interpretu dhe me i keq praktiku kjo është më e keq apo. Andaj kur bie fjalë për Kur'an, dallon. Kur bie fjalë për tjerat, edhe këtu dallon në bazë shpjegimit që vënë. Kemi tjetër telefonat në linjë, do ta inkuadrojmë. Selam aleikum. Aleikum selam. Jam shikuesi i parë të telefonova lidhur në pyetjen e dytë. Po. Unë kam Allahin dëshmitar kam dy ajë që i tonë hajmali për atë, asë një hojtë nuk ka ditë me lexu ato që është hajmalisa. Atë nëse ka fjallë Kur'an ato, asë një shkollë nuk dalohet që është fjallë Kur'an ato. Edhe hoxhallar që janë dishëm, kanë kryer shkollë dhe vëdhëm në Arabi atje, edhe asë një nuk ka ditë me lexu që ato. Unë djekë më pasë se asë një tezë e më kanë. Unë nuk kanë të regu një më bëhasovur me njëri që më pëmëzimin, më pëmëzimin në familjarë të mi që po binë kufër. Tashti, unë nuk e di, unë nuk kam kur të keqë ndaj ti. Allah inshallah u zgana po atë gjë musliman. Po, më pëmërgojt për kjo. Se jenë emisionet të uja, për të riso kjo pak të ule edhe dhe së shmërinë në televizionit të ujë për më nëjëme. Me mija njerës si pejt ato për gjithë dhe të shkoj.
numër, sikur që ka qenë debat me ata, e tash bëhet të thua se të njëjtën punë të kryejnë edhe vetë. Sidoqoftë, Aleikum salam, faleminderit për sqarimet. Sidoqoftë, ne nuk kemi të bëjmë me njerëz. Apo unë këtu nuk jam ul që të vlerësoj dhe gjykoj njerëzit. Këtu jemi për të sqaruar gjërat dhe për të vlerësuar veprimet. Dhe kemi sqaruar disa herë se hajmalia nuk është nga mësimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Bartja e hajmalisë, sipas asaj që na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nuk është veprim i lejuar. Dhe kjo është shumë e qartë. Tash ne kemi këtu dy versione. Një shikues thotë se kjo është hajmali, por një shikues e tha se ajo që ai shkruan nuk është kështu. Unë thash përsëri, kur bëhet që për njëri, duhet me diskutu me te. Me shku me te me diskutu. Me ndonjë hoxh vet me sqaru çështën. Nëse bëhet e qartë, ai e pranon se bën kështu, atë ne normalisht kur ai publikisht e pranon, pastaj jemi më të lirë ne që të vlerësojmë veprimet e dikujt. Veçanërisht kur ka të bëjë me domethënë masën e gjerë të njerëzve dhe interesin kolektiv. Po në këtë rast me e pyet hoxhën e caktuar, ai kur nuk pranon se bën hajmali. Në bazë asaj sa unë e një dhe e di, unë po flas për atë që di, nuk di tjetër çka, nuk po mohoj as kët. Unë kur e thash atë më herët, nuk është mohimi asaj që thash shikuesi, por ai flet për atë që din, unë fole për atë që di. Normal, unë nuk po duhet të futem në polemika me askën për këtë çështje. Unë po them se ne duhet me e njoftë dhe me e vlerësu veprimin dhe veprën. Dhe nëse është e lavdruar, duhet me lavdru veprën kurdo që e ka bërë. Nëse është e qortuar dhe ndaluar, duhet me e qortu dhe me e kritikuar nga kurdo që vije. Dhe kjo s'ka të bëjë as me këtë hoxhës, me këtë haxhias, me këtë person të merat. Dhe na duhet me njoftë, kjo është ndaluar si vepër, dhe themi se ndaluar është. Por unë po flas për atë që di. Do të thotë përdorimi i disa shkrimeve dhe futja në ujë me e pi. Qëndrimi jam personal është nuk e kisha preferuar. Dhe unë nuk e veproj. Apo, për shkak se kjo hap dyr për me shku te hajmalia, hap dyr për me shku te punë ndaluara. Prandaj kam metoda të shumë të tjera efikase të mira për të bërë njerëz mirë me këndim të Kuranit pa pas nevojë të futem në to. Por nëse hoxha e caktuar në bazë të përvojës dijes që ka vlerësuar se dhe kjo është veprim që domthonë është efikas dhe ka mbështetje tek disa dietar për këtë çështje, mendoj se këtu duhet të bëhet dallim mes këtij veprimi dhe mes asaj që është hajmalia. Andaj po duhet të thonë që na duhet veprimin me qortu, dhe nëse është hajmali, gabim është kurrë që e bën. Por a është apo nuk është, vetëm me do të nuk mund ta përcaktojmë nga këtu këtë dilemë të këtu është qëllimi ndonë. Na për këtu nuk e mund të përcaktojmë çka bën dikush. Ne këtu përcaktojmë veprimin. Për shembull me thon, nëse thot një person i caktuar në emër të shërimit në Kur'an shkon hajmali. A është lejuar? Unë them jo, nuk është. Kaq. Po hyrën detale. Kështu të mendoj që kjo nuk është efikase. Pavarësisht a ka qenë emision të nas, ka qenë, mendoj që çdo kush e prezanton veten e tij dhe ne jemi munduar që gjithmonë këtë televizion dhe gjithmonë, do të thotë, hoxhallar që prezantojnë që hoxhallar me reputacion, me ndikim, të pranuar të dashur tek njerëzit, pavarësisht, domethënë mangësive eventuale që çdo kush për neve i ka. Sigurisht nuk mund të gjykojmë dikë pa e dëgjuar atë versionin e tij. Patjetër. Atëherë inkuadrojmë një tjetër telefonat që kemi në pritje. Mirë mama. Mirë mbrëma. Selam aleikum. Aleikum salam. Ja bëni pyetje hoxhës? Po gjithsesi, cila është pyetja juaj? Cila është mënyra për me fitu bereqetin? Po e kuptuam, është e qartë, faleminderit, natën e mirë. Natën e mirë. Bereqeti është begatia e Allahut azza xal, domethënë që është pjesa më e rëndësishme e furnizimit. Po furnizimi vjen do të thotë edhe pjesa materiale, po edhe pjesa e bereqetit, që ai nuk shihet, po ai jep fryt edhe mirësi kësaj aspektit material apo. Dhe shumica e njerëzve i për mas asaj materiale pa shikuar anë tjetër që është bereqeti, që edhe është furnizim që vjen nga Allahu te bareku teala. Dhe ka mënyra të shumta që duhet të kujdesemi për to që ta ruajmë bereqetin. Një nga ato është që ta fitojmë pasurinë halal. Halali është ai që sjell bereqetin apo. Nëse harami është ai që hu bereqetin. Gjithashtu do të thotë falërimi ndaj Allahut te bareku teala sjell bereqetin. Që njëri përkundër begative që i ka, ankohet, është i pakënaqur, nuk ngopet me mirësitë apo, kjo s'ka bereqet.
Qase Allahu nuk çon bereqet në mohim, Allahu çon bereqet në falënderim dhe mirënjohje. Gjithashtu bereqeti vjen si edhe kur ti e ndon begatimet e tjera. Bereqeti është në sadak dhe në bujari, bereqeti nuk mund të jetë në kooperaci dhe do shtrëngim ato. Në gjitha këto forma që sillen bereqetin të tjera që kjo është temë në vete, por mendoj se këto janë mjaftueshme. Mirpresim telefonatën e radhës. Alo. Selam aleikum. Aleikum salam. Në pyetje hoxhës. Po, urdhroni. Hoxh desha me të pyet, domethënë, a dënohet burri nëse gruaja nuk e mban mbulesën, nuk e kryen atë fakt të caktuar. Po, keni pyetje tjetër? Jo. Atëherë faleminderit. Selam aleikum. Aleikum salam. Nuk dënohet askush për mëkatin e dikujt tjetër. Çdo kush dënohet për mëkatin e vet. Mirë pa, ka burri përgjegjësi për mbulesën e gruas, po ka përgjegjësi apo? Jo për ta imponuar, por për ta këshilluar vazhdimisht, për ta udhëzuar, për të kërkuar prej saj që ta vendosë mbulesën, jo për shkak të mbulesës, por për shkak të vetes së tij, se ai ka përgjegjësi deri dikun edhe e fenë gruas së tij dhe familjes së tij apo. Prandaj në këtë aspekt ai duhet me ndërmarr masat e duhura konform mësimeve dhe udhëzimeve të Kur'anit edhe sunetit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që ta kryen obligimin ndaj gruas. Nëse ai refuzon gjithsesi, do të nuk pranon, atëra mbetet mëkat te ajo jo te burri i saj atë. Por burri në këtë rast nuk bën që ta përdor dhunën ose imponimin, që gjithë siguria me vendos mbulesën, ka se pas kësaj nuk ka kuptim. Do obligimi i kryer me dhunë dhe me imponim nuk ka kuptim. As nuk ka pranim. Nëse duhet bëhet me dëshirë dhe me vullnet, nëse nuk bëhet kështu, atëherë nuk ka kryer obligimi. Do nuk ka pranim tek Allahu xhalla xhelalu. Kuptuam. Kuadrojmë telefonatën e radhës. Alo. Alo, jeni drejt për drejt. Selam aleikum. Aleikum salam. Allahu më mëshiroft hoxhën e nderuam juve si moderat për vegin. Faleminderit. Ka një pyetje për hoxhën e nderuam. Nëse jemi në një mezhlis të vjen zakonisht tash populli janë politizuar, ki gjunat me janë ndërprej. A është më jeni drejtës fjalës shprehurit ti, nëse ti don Allah diçka me fol më shkurt i thua që një të bim ku përmendet Zotit dhe qohet salavatet pejgamberit ai të bim është i bereqetshëm dhe një urdhrit është njërë që mos me lanë që me i dhonë kohje tjetër, zakonisht të bime me gjisët pamë apo dikon një me gjlisë që me dëvërtet ka nevoj me u folë për dinin e Allahut. Kjo është pyetja që po më intereson. Allah i mëshiroft edhe një herë që po na kënaqni me këto emisione. Selam aleikum. Kuptuam pyetjen tuaj. Aleikum salam. Tërhoq mund të iket biseda të kota të ndërprehen këto. Jo vetëm që mund dhe lejohet, por kemi obligim që nëse kemi mundësi në mënyrë të urtë dhe në mënyrë të mençur dhe të matur të bëjmë një lloj sigurisht digresioni. Të kalojmë temë tjetër, të bisedojmë temë tjetër, të zhvendosim njërin në tema tjera, jo për atë që nuk ka bën dobi aftën. Se fatkeqësisht është e vërtetë, na zakonisht bisedojmë për ku e diunë, për politikë, për qeveri, për punë tjera, pse nuk mund me kry punë. Nuk kryejm punë pe odave, pe muhabete aftën. Por përmirësimi fillon diku tjetër. Prandaj mendoj që dikush është me këtë parti, dikush me atë parti dhe pa nevojë polarizohen takimet, edhe pse na mbledh për të pamë, tash bëhet sikurse me kon tubim elektoral më shumë se sa që është e pamë ose gëzim ose çka do të qoftë tjetër. Ky e fyn kët parti, ai tjetri kat, jo ky është hajnë, ky vjet, edhe që këto nuk na takojnë, nuk kemi këto tubimet e tona që duhet të bisedojmë. Apo nga se as nuk dim, as nuk kemi eksperta, as analista, pas nuk na përket na, ku dim na për të punë, ose dua të them çka kryjm punë. Duke u fjalosur, duke ngrit zëra dhe debatin këtë drejtim. A më bizoj çka na përket ne Allahun. Galeri shoh njerëz spalla në mahall, e kanë rrugën e katastrofike apo në Bërllag të rënd. Dhe tubimet i kanë për qeverinë, për atje ka kritika, padyshim. Ka kritika të shumta që mund drejtohen në drejtim të edhe udhëheqësve dhe partive dhe çdo kujt tjetër apo. Nuk ka njëri që nuk mund të kritikohet. Por Bërllogun e kitë shtëpia. Këtu kush të pengon me Bërllogun të me rregullu këtë, me pasru këtë, kush të pengon këtu apo. Andaj bëni mohabet ju si më organizoj si mahall me rregullu rrugën. Si më organizoj si mahall me rregullu Bërllogun. Kështu fillon përmirësimi, çdo kush punë të veta, çdo kush mahall në vet, çdo kush shtëpinë vet, dal ngadal, kështu rregullon çështën apo. Prandaj jo vetëm aspektin fetar Allah. Me orientues, kanë ndoshta s'dojmë për fe.
Mos nuk duhet me kon të folit për fesë imponim. Ata nuk duan. Kjo që është dëshirë me gjithë situatën, mënyrën, çastin kur më fol edhe për Allahun azza xhalla për namazin. Jo me kon kënd pastaj ajo që shkakton neverinë e dëgjuesve. Mund të ofendohen. Mund më ndodh kjo, por dua të them që zhvendosi duhet më ndodh. Ose për shembull duke i bart në porosit të mirë, ose fetare, po ose diçka që përkat. Thonë që burra na po folin për ata atje që na ku kemi këtë punën tonë. Sa Allah s'quam me fol për problem tonë që kemi apo. Na po flasim për ata atje që na këtu jena dy familje ema dhe kur nuk flasim me vetë. Ata janë kurrë. Ti po flet për parti që shpish po akuzohen po flas me vetë kur na çet familjes si me islam sa pa i thonë ditë atë. A do na të po ndeshim na mas vetë apo na të pajtojmë veten tonë, na të rregullojmë veten tonë, të rregullojmë burrin tonë. Atë zhvendosja muhabetit na që u bën dobi njerëzve kjo është e kërkuar. Pastaj a është kjo mësim fetar, a është kjo udhëzim i caktuar, a është kjo projekt konkret, çka do qoftë, por tjetë në drejtim të asaj që u përket biseduesve, u takon atyre, kanë obligim, i kthen ata në binart e kryesë detyrave që i kanë ata. Jo që të flasin për atë që nuk u përket. Ne kemi një problem të shoqëri. Kemi probleme të shumta, por mendoj që një nga problemet madhore që kemi, shumë kemi apetit me fol për atë që nuk na përket. Shumë kemi apetit me fol për atë që nuk dim, edhe nuk na takon. Duke lënë pastaj atë që na të përket dhe na takon. Pra duhet tentuar që në urtësi të vendosim biseda dhe jo të ndërprehet për të mos u ofenduar. Padyshim, po patjetër, gjithsesi. Kuptuam atëherë, inkuadrojmë një tjetër telefonat. Alo. Aleikum. Aleikum selam. Zoti shpërblet sot numrin që pretni. Gjithashtu edhe juve, faleminderit. Do të shani pyetje për Roxhën e nderuar. Po, të mërdrani. Rreth martesave të Muhamedit alayhis salam. Do bëni polemik idiotiste edin i ka pas dhimbë të gra amartuar moshën 9 vjeçare me filafetin gru. E do të nisë qarin ma tholësishëm se pak ka shumë tim për këtë punë. Se flitet në islam që janë kushtet me martu për odavarët ndërun për ndëzër në martesa me 2 ose 3 gra, dhe me pas kushtet veçanta, qish ka pas mami dhe sa në atë ko, nisë qarim tholësishëm. Allah ju nderoft. Po, kuptuam, ju faleminderit, gjithashtu edhe juve. Ky sqarim i ka dy aspekte. E para me sa që shukon, edhe dyta me i rënu dilemat. Ashtu dyja muhabetet mëdha, kjo temë në vetë është ato. Na mundë me sqaru, po jetë dilema pastaj. Mo marr me dilemë, pa sqaru është problem. Andaj dua të them që ne nuk duhet të marrim me dilema ato. Nuk më kuptoj drejt, çka na përket neve ato. Apo për shembull, edhe këtu ka të bëjë me çka nuk na përket ato. Ata që flasin për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. A janë ata ose na, të gjithë na, edhe na që e livdojmë, ata që nuk e livdojmë gjithë na. A jemi duke kryer na obligimet tona, familjen tonë që duhet Allah. Na me një grua që na na që duhet apo. Pse ajo është pejgamberi i Allahut më numër, ai ka qenë rreth caktuara. Po ajo gjithku në botë ndodh, apo që një udhëheqës ka interes caktuar, ka pas gjithmonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam graçi ka marr, veç një ka pas virgjërisht. Veç një ka qenë. Të gjithë ka qenë të veja, graçi u kanë vrarë burrat, i kanë vdek burrat. E pse kjo s'përmendet kur po? Po të kështë qenë njëri apsharak, kështë me zgjedh virgjëresha, që vallaj cilë që i kështë shenjuar dhe të vraponin dhe ti, si pejgamberi Allahut. Madje Kurajsh të bekës i ofruan një ofertë, po refuzoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Domethënë pejgamberi sallallahu gruan e parë pat 15 vite më vjetër sa japën. Të parën, pas sa e filloi, ishte djalë beqar me ndikim, autoritet, i bukur, i pashëm, i mençur, gjithë ai kishte. Po nuk ishte apsharak. Edhe kur nuk ishte pejgamber, nuk ishte apsharak. Nga se edhe atëherë nuk morin një vajzë të bukur, nuk e lakmon të ndonjë tërheqje kështu më radh. E morin një grua që ishte domethënë punëtor të ajo. Ishte më e vjetër, madje ajo kishte pa disa burra, dhe nuk i pengoi këtij pejgamberit, nga se i pëlqeu te ajo vlera që kishte, besnikëria dhe fisnikëria sa i pëlqeu. Andaj ishte njëri i parimeve dhe i vlerave, nuk ishte njëri i epshëvapton. Dhe nëse krahasojmë dhe analizojmë çdo rast të martesës së tij, do të na dalë se të gjitha i ka marrë në bazë të vlerave. Asnjë s'e ka marrë në bazë të bukurisë, as në bazë të, domethënë, joshës apo kënaqësisë apo epshit. Absolutisht. Qase i ka marrë më vjetra saj, i ka marrë që kanë qenë të martuara, i ka marrë madje me fëmijë që kishin. Ai ka nuk jap me kuptu. Ai ka mujt pejgamberi me konje që ka zgjedh këtë grua. Ka mujt Allah. Ka mujt nga se ka pas respekt hatashëm të madh. Njerëz kanë jetën për me shërbim pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Por ai kur këtë autoritet nuk e ka çpërdor që të merrte vazat e dikujt larg asaj.
Ata që kanë tendenca dhe kanë paragjykime, është problemi tyre tash, nuk unë marr me çdo dilemë, por dua të them që na nuk duhet shumë ja varr veshin këtyne dilema opton. Pejgamberi sa me ka dëshmuar praktikisht çka është ai për moralin dhe çfarë morali ka pasur dhe mësimet e tij dihen opton. Që për moralin, sa paragjykimet e tjera, tendencat e tjera duhet na me të kalojmë. Ka kush marr me to opton. Ka kush marr dietarët i kanë sqaruar këtu, po, nga se dietarët duhet më ato. Na i kalojmë ato punë. Na i këshurim punë tona edhe udhëzimet ato që se ka më herët. A jem na në ai ka pas disa gra dhe shikoj çfarë burri ka qenë. Ka rrit edhe me çështje i ka bajt të në qafë me shikua apo ku jem na me këto çështje. Ata do shikuar këtë aspekt. Si kjo valla është devalvim i vlerave të tij që të braktisën gjitha këto mësime dhe shikojnë pse ka pas kaq gra. Po sa më nëse ka pas, çu si lloj me to. A kanë qenë të lumtura apo kanë qenë të rëbruara? Shumë njerëz kanë një grup, kanë rrap të shtëpia apo. E kanë një grua, po as fqinësi s'kanë me te. Në të kuptim, fqinë me qina në kështë me qenë më të afërt. Nuk ka komunikim, nuk ka dëfrim, nuk ka lumturi, ka çështje zyrtare vetëm, ka një lloj shërbimi, servisi, burri shërben duke ble dhe pru, gruaja shërben duke gatu dhe zi dhe la dhe pastru. Atë çfarë jetë bashkëpunëtor është kjo? Nuk duhet shikuar çfarë ka bërë, shikoj vëllai cilëtitë e jetës çfarë ka pasur. Shikoj lumturi. 3 hurë me shpi ka pas për njëri më i lumtur në botë ka qenë. Sot kanë dhomë, kanë pallate, kanë gjëra, por shikoj fjalët, shikoj statin çfarë kemi ne. Dhe kjo është ajo që po them edhe më herët apo, që e përmenda. Ti kthemi vëlla bazës, ti kthemi origjinës, ti kthemi vëlla vetes tonë, jetës tonë. Na shkoj jeta dhe na humbën shansa të shumta duke shikuar pse ky ka që, pse ky kështu dhe pse ai ashtu. Po gjithë kush punë të vetë Allah i kapën. Ai ka qenë pejgamberi Allahut azza xal. Dhe në kohën e tij kur ka qenë shumë normale apo. Ne kemi këtë rregulluar dhe mund të mu për mu kjo. Apo ai ka qenë pejgamberi Allahut azza xal, dhe ai ka pas situata të posaçme. Mos ia kthyer veç privilegjet, po kthyer pak edhe përgjegjësitë. Nëse ka pas det ai më marr më shumë se një grua, apo të martohet më shumë se na që kemi të martu. Po gjithashtu në tjetër ka qenë 2 fish më i sprovuar se na. Koka kur i ka dhim 2 fish më shumë se neve. Çdo sprovë ka pas 2 fish më të rëndë se sa ne. E pse kjo shikohet kjo aspekt? Atë do të shikoj se këto gjëra që me paragjykime dhe këto me tendenca nuk na përkasin shumë me zgjat në me marr kon këto emisione, por thash ti kthehemi vetes tonë, ti kthehemi jetës tonë, ta përmirësojmë këtë jetë, atë ecim përpara. Tërës, kjo ishte pyetja fundit për emisionin e sonte, ne këtu do ta përmbyllim. Ju falenderoj që sonte ishi pjesë e këtij emisioni për të trajtuar temën dhe përgjigjet ndaj shikuesve të cilët u bën pjesë e këtij emisioni. Zotë shpëlej dhe ty, Allah nderuar, për moderimin dhe kontributin dhënë dhe gjithë shikuesve. Lutë Allah në manduar që Muhamedi sa më qetë modeli ynë në shëmbëltyra jonë, morali i tij, sjellja e tij, edukata e tij, ka se më vërtet shumë kemi nevojë për gjëra të tilla në jetën tonë të përditshme. Faleminderit të nderuar shikues, këtu e përmbyllim emisionin e sonte për të takuar sërish të javën e ardhshme të hënën në ora 20:30. Deri atëherë, assalamu alaikum. وإنك لعلى خلق عظيم